dhe nuk para e përmendim. Megjithatë, unë po ju pyes, cili do të ishte rezultati dhe sa kontrast mund të kishte nëse zoti Meta në kushtet ku është me Partinë e Lirisë që ka aktualisht me atë strukturë, nëse do të ishte në gjendje të Lirisë, pra jashtë qelisë së Burgut. E kam të pamundur. A do të kishte një kontrast të madh në rezultat, meqense u provua që nga 40 mishja për cilën ai referoi dhe llogariste, kishte mbetur shumë pak. Besoj se secili nga ne ka të pamundur ta vlerësoj një gjë të tillë, por natyrisht do të kishte një rezultat më të madh nëse do të ishte jashtë, pa dyshim. E pa dyshim. Pyetja është a do të konfirmonte si deputet. Por në Partinë e Lirisë ndodhi në miniaturë ajo që ka ndodhur me Partinë Demokratike gjatë këtij mandati. Edhe Partia e Lirisë hyri në kushtet e një krize të brendshme brenda saj. Ata të cilët zoti Meta i referohet si non grata janë edhe më shumë se sa mendoi ai. Shto këtu se sa përmend vetë zoti Meta. Dhe për fat të keq, ky është një tipar yni. Në momentin që dikush është në një moment dobësie, i largohen të gjithë. Një lloj siç kanë aftësinë e pabesueshme të gjithë këta liderat, po e përdor këtë fjalë. Duket se nuk u ambushin syrin për liderat, se edhe kur e përdorni thoni po e përdorni. Të më ndjej fjala lider, se pra keni keqardhje për termin. Fjalori jep tjetër shpjegim. Ta sillen si ca kapiten vapori që kanë një aftësi të jashtëzakonshme që më shumë se sa të thrasin në apel marinarët, të mbledhin një shumësi minjsh të pabesueshme. I duan, i përgdhelin, i dashurojnë. Mendojnë si ta. Fillojnë edhe besojnë se shtati i tyre është edhe më i lartë sepse krahasohen me miun që kanë në dhe nën kuvert, mbi dhe nën kuvert. Dhe si që ndodhë pasaj rëndon, duhet jetë ligj i detit që kurania fillon edhe me ruj, pikërisht mit largohen të parë, sepse marrëdhënia nuk është reciproke. Marrëdhënia nuk është marrëdhënie besimi, apo si që thot edhe vetë fjala, marrje dhe dhënje, sepse shuen të gjitha këto kufi. Se cili nga këta thret në apel këta dhe në një moment të caktuar, po ku janë të tjerët? Dhe kjo ishte prova finale. Dhe nëse më lejon, po bëj një prapaktheu tek metafora e zonjës Malaj me pemën dhe ngjitjen atje. Unë e mendoj pak ndryshe. Zoti Rama, për shembull, dhe kjo vlen edhe për të tjerët, nuk ngjitet në pemë. Këta i kanë mbushur mendjet vetes, janë pemët e vetme në këtë peizazhin tonë të trishtuar. Në partinë e tij, kështu i bie që s'ka nevojë as për ngjitjen as për shokët. Kështu që në peizazhin gjithmonë më monoton të partisë së tij, Edi Rama është pema e vetme dhe e mat shtatin e tij me një shumësi shkurresh, barishtesh, ndjes sërish për termat, po vazhdoj metaforën. Ata janë njerëz të nderuar nëse do të ishin në vendin e duhur, po flasim për politikën. Evangjeli, por më lejonit ju kontestoj sepse nuk mund të jetë një imazh i bajatshëm i Partisë Socialiste, e cila ka 54 kandidatura, tashmë deputet të ri nga 83 mandatet. Kaq i bajatshëm nuk duket si imazh as si panoramë e partisë. Shakaja më e madhe që ndodhi dje ishte kur, sepse të jesh deputet do të thotë të jesh në krye të hierarkisë, është një nga punët më të rëndësishme në shtet. Presupozohet të ishte në parim. Po jo, kështu është. Do të duhet të ishte. Unë përendje që gjysma e dytë e fjalisë tuaj nuk flet për këtë. Po, dhe po të më lini edhe njëherë ta ka përgjej presin si kundër e bëndin do njëherë, do t'ju thosha pikërisht këtë gjë. Paradoksi dhe absurdi ishte që këtyre njerëzve të cilët do t'ishin maja e shoqërisë, le të themi, etrit e kombit, si të quheshin me një term tjetër, këtyre ramat u sugjeroj të shkonin në shkollë. Do me thënë, imagjinoni çfarë etrish ka sjellur në legislativ. Do me thënë, rektori i Universitetit të Mjekësisë u jep fillimisht bluzën e bardhë të kirurgut, u jep edhe bisturinë, tani thot, shkoni dhe një në fakultet dhe mësoni zanatin. Ajo që është maja... Do shta gabimet të së shkuarës kanë qenë një leksion për kryeministrin, zot Evangjeli? Po mos ja prish patutën, sepse ka një keq kuptim të madh, dhe unë nuk e di po. Nuk e di pse po derdhem në këto ujra, po. Ka një keq kuptim shumë të madh, sepse
pushteti më i fortë është pushteti që ndahet. Po e ndave, po e ekuilibrove pushtetin je më i fortë. Qoftë Rama, qoftë Berisha, qoftë Meta, dikur në sinorin e ti, mendonin se duke akaparuar sa më shumë pushtet bëheshin edhe më të fortë. Në fakt është e kundërta. Pse kanë keq kuptuar të keq kuptim? Po le të themi bën dëm dielli i Ballkanit, reflektimi që vjen nga Mesdheu, fakti që ne kemi shumë male dhe me qenë se nuk e kemi të rrafshët të erenit, krahasohemi me Zoti Vangjeli mund të ishte më, po nuk ka lidhje fare me praktikën. Sa më shumë pushtet Rama, aq më shumë i duhet për të mbajtur akoma më shumë pushtetin nesër. E kupton, ka shumë pushtet të shpërblej kontributorët që e mbajnë. Po me gjithë ndarja dhe delegimi i pushtetit nuk duhet të bëjë opcion. Por është centralizimi i keq pushtetit. kuptimi tjetër. Pa tjetër që të ketë shumë plaçk për të ndarë. Do vinë prapë zgjedhjet për 2 vjet. Keq kuptimi tjetër pastaj është raporti që secili nga këta vendos me përjetësinë. Nuk po them se. Lëndse tani këto janë tani psikoanalizë kjo. Po, faleminderit. Është dhe psikoanalizja tek mërzitë zoti Sullo. Sepse atëre po të them tjetër gjë. Sepse atëre po të them tjetër gjë. Jo, unë mendoj që po flas për politikë. Dhe po të them që tentativa për të kuptuar